E fshinte në Kavanoz më Oris dhe në Ndyshek turisti shqiptar kapet në trafik kokaine. Karabinierët e Ternit në Itali kapën një 23 vjeçar shqiptar teksa ishte përfshirë në një rrjet të trafikut dhe shpërndarjes së kokainës. I riu nuk kishte precedent penal, por kishte shkuar në Itali për vizitë turistike. Ai u kap teksa po drejtonte një makinë me qira në via Dalim pamjet, shqiptari u kap me 200 kg kokainë rom, e ruante në shtëpinë e kthyer në laborator. Çmontohet një bazë e madhe narkotrafikut në Itali dhe në pranga bie shqiptari që e ruante në shtëpinë e kthyer në laborator. Karabinierët në Rom sekuestruan 200 kg kokainë me vlerë të paktën 16 milion euro në çmimin e shumicës që do t'i sillte fitime kolosale arkës së krimit të organizuar. Efektivët e gjetën kokainën brenda shtëpisë në Rom të një 23 vjeçari shqiptar i cili u arrestua nga njësia hetimore e Romës. Drogandar në 191 bloqe për 8.000 doza u zbulua në shtëpinë e tij që ishte kthyer në një qendër e vërtet logjistike për ruajtjen e substancës narkotike së bashku me një armë, municione dhe para në dorë me vlerë afërsisht 30.000 euro. Hetuesit besojnë se pas shqiptarit qëndron një organizatë e madhe droge që kontrollon tregun në kryeqytetin italian. Droga ishte ndarë sipas logove që shenjonin edhe markën e celulës së cilës do të jepej apo e kishte porositur.